500 kompanit më të mëdha dhe kryesore të Amerikës, të renditur sipas market capit. Dhe unë kam vizatuar një skenar këtu që mund të jetë një skenar që paralizohet aktualisht, sepse unë kam vizatuar, mendoj që nga kjo periudha këtu në fillim ose në mes të ose në fund të nëntorit, edhe paralizohet. Ishte kjo rritja, pastaj ulja të kë zonë për ndërtimi për një rritje për më lartë. Kjo quhet një distribution. E kam përmendur disa herë që ne mund të jemi në një distribution, një moment që ato që janë pozicionuar në fillim të prillit dhe kanë fituar paranë e vet, kanë filluar të dalin që në shtator ose dhe në tetor. Mund të themi që në tetor këtu, fillim të në tetorit, kur bë ajo shitja madhe me lajmin e Trumpit që do rrisi tarifat kundër Kinës prap. Ishte një diskutim që bë me Kinën dhe ai tha që do të rrise tarifat. Që në atë moment kemi bërë lëvizje për poshtë, për lart, për poshtë, për lart, dhe kur kapi mesataren të asaj periudhe është pak a shumë zona ku jemi ne tani, që është 6700. Dhe ka qenë një periudhë që ka qëndruar te kjo zonë mesatare për gati 2 muaj tani, mund ta shtrym dhe që në shtator që mund të jetë 2 muaj e gjys, edhe mund të shkojë dot 3 muaj, është një periudhë shumë e gjatë. Edhe zakonisht to janë distribution, Wyckoff distribution, ndoshta mund të formohen ose thjesht një distribution. Unë nuk shikoj shumë a është Wyckoff, a është diçka tjetër. Duket vetëm çmimi që kur rrim brenda një zone, konsolidohet, dalin institucionet gradualisht. Kjo situata mund të jetë një rindërtim tani me një çmim më të lartë prap, një higher high, higher low këtu, dhe ndoshta fillojmë të ndërtojmë strukturat për televizën të 7200, ishte perfekte tani që të fillonte me idenë që kemi lehtësim dhe pritje që do ulen normat e interesit në Amerikë. Nasdaqu pak ndryshe, por dhe Nasdaqu për i gjallë tani, sepse nuk ka bërë double top si S&P 500, që ka qenë testimi 2 herë të çmimi më i lartë historik të S&P-ja. Po vazhdon tani në këtë rritje, shikojmë tani sepse të premten ishte momenti, e entja premte ishin 2 ditë që filloi vala për lart pak me lehtësimin nga lajmet, është për të parë se si do na eci. Nuk shikojmë ndonjë shumë interesante në këtë pjesë që t'jap ndonjë detaj këtu. Russell 2000 që kap small caps, kompanitë më të rrezikshme, duket perfekt për këtë vazhdimsinë për lart. Ka bërë valën e parë dipin, tani po mundohet që të bëj lëvizjen për lart. Kam diskutuar dhe javën e kaluar si mulësi e artë, po që bëhet një treg që është më shumë rrezik marrës, merr më shumë rrezik përsipër duke investuar te kripto apo te aksionet më të rrezikshme si këto small caps. Ne mund të pozicionohemi këtu ose të blejmë aksione individuale mrena indeksit. VIX-i që mbat volatilitetin dhe frikën në treg ka pasur një ulje shumë të mirë dhe të thellë. Mendoj që po që hym nën 14.7 fillon me vërtet një lëvizje ose ribalancim në treg nga frikë ose pak frikë te neutral, dhe ndoshta mund të shkojmë pak te grid, ku tregu ka një farë euforie për të blerë dhe për të hyrë edhe të pozicionohet. Ajo do ishte ideale për ne tani që të fillonte një cikël i ri pozitiv me një val të mirë, trendi për lart, edhe këtë lloj mënyre tregtoj ona duke kapur këto valat 3-4 herë në vit kryesore dhe për të përfituar nga këto val të rëndësishme afat mesme, jo day trading. Në përgjithësi duket okay, tregu sikur po fillon tani këtë val që përmenda, su janë shenjat e para e vrullit, shenjat e para e një vazhdimsi për më lart. Thjesht do të presim hapjen të
hënën, sepse premte ishte ditë pozitive se u mund gjithë lajmet, edhe mund të shikojmë ndoshta dhe lajmet si lidhen javën që të vi, po patëm ndonjë lajm të rëndësishëm. Nuk kemi ndonjë gjë shumë të rëndësishme tani se është edhe periudha e Krishtlindjeve, me sa di unë dhe India do jetë mbyllme, ndoshta dhe premte këtu, kështu që do kemi një periudhë vetëm 2 ditë tregtim, 2-3 ditë, e pastaj kemi pushim tregu. Mendoj që mund të ringjallet tregu javën mbas asajt me minutat ose shënimet nga takimi i Bankës Qendrore Amerikane ku mori vendimet për normat e interesit. Do jetë interesant për të parë ku po anon votimi, po anon më shumë të ulje të normave akoma, apo po anon pak më shumë të mos ulje të normave, por mendoj me inflacionin, shive që ato kanë dhe detajet, besoj që do anon dhe më shumë të ulje dhe për muajin tjetër. Këto po do shikoj unë nga anda fundamentale dhe makros. Për portofolin tim të aksioneve mund të bëj një përmbledhje shumë shpejt se kemi gati 17, 2, 4, 6, 8, 10. Kemi 16, 15 aksione, por bleva këte TMC prap, e kemi bler një herë dhe bleva të premten, se kemi dhe të tjera që në kanë hizur mirë këtu, më mirë të më lojmë këto, më të rejat. TMC-ja, Patik Televizion fillestare këtu e kemi kapur dhe kemi përfituar një me, se kapa ngusht, me stop loss ngushtu, 1.7, kemi rizikuar 1%, kemi marrë 7% të portofoli në total akaunti jonë. Që të kishe për shumë $100,000, do rezikoje $1,000 për fituar $7,000 këtu, që është një profit shumë i mirë, dhe kemi ripozicionuar veten tani. Unë kam ripozicionuar veten dhe kam darë të Discordit, të komuniteti jonë, ku paka shumë të gjithë ndërtojmë portofol, nuk është thjesht day trade. Dhe ja ku jemi që tani jemi në një pozicion 1-2, kemi marrë dhe 2% të tjera nga kjo lëvizje që kemi hapur te portofoli jonë. Kemi blerë dhe CDN që ka të bëjë me metalet e çmura, sepse mendojmë që do vazhdojnë të ecin metalet e çmura, sidomos argjendi, edhe pse mund të kenë ndonjë dip të vogël, po duket shumë mirë si pozicionim dhe mund të ndoshta mbushet kjo zona këtu, po i shkon çmimi all time highs prap te goldi dhe të argjendi, duket mirë kjo lëvizje. Mund të marrim diku te 1.2, 1.3. Kemi të tjerë që na kanë ecur mirë, për shembull Tesla, që është aksioni që na ka performuar më mirë se sa të gjithë. Ja ku e kemi këtu, kemi blerë të kjo zonë 1.4 deri tani, dhe po duket se u ka akoma potencial për një lëvizje deri te 500 e ca. Mendoj 520 dhe ishte mirë. Kemi dhe sa të tjera, plus kemi sa të tjera që kemi hapur dhe janë paka shumë pa aty ku janë, për të parë këto lloj informacione, sepse s'du ta zgjas shumë videon, mund të hyni te Discordi ose dhe te Telegrami, që është falas, dhe të shikoni provat dhe rezultatet. Por gjithashtu mund të shkoni te kanali im personal, që në gjuhën anglisht, që ndaj performancën time çdo javë dhe bëj një përmbledhje të lëvizjeve që unë kam bërë. Tjetër që duhet muloja këtu, unë po shikoj aksionet si Alibaba, si Baidu, që më pëlqejnë shumë në formim dhe në mundësi, sepse kam tregtuar disa herë këtë periudhë, 12 deri te 16 muajt e fundit, kam tregtuar disa herë këto aksione dhe më kanë ecur shumë mirë. Kemi dhe NIO, që ka të bëjë me makinat elektrike, ato mjetet elektrike si Tesla.
Të tjerët kemi DAX-in që mbas konsolidimit tani po fillon një trend, ka mbajtur këtë zonën shumë mirë, dhe po duket se u do të bëjë tani një all time high tjetër. Kjo është tregu gjerman, po tregu kinez më pëlqen pak si më shumë për një pozicionim. Atëherë kaq ishte segmenti i aksioneve. Për ju që doni të filloni të tregtoni dhe doni të dini çfarë platforme unë përdor për të bërë këto analiza, ku unë bëj analizat e mia si teknikale, por dhe analiza financiare ku shikojmë për shembull mund të shikojmë bizneset, segmentet financiare të bizneseve, mund të shikojmë analizat dhe parashikimet e analizëve për çdo biznes. Për shembull këtu poshtë, çdo gjë që unë e bëj në TradingView. Për që doni të merrni një ofertë, keni një mundësi për të përdor kodin promovues që unë kam më poshtë të përshkrimi videos dhe të merrni një discount, një çmim më të lirë për muajin e parë. Është një mundësi e mirë, gjithashtu ju sugjeroj të gjithëve që në periudhat festive zakonisht TradingView i jep oferta dhe ulje. Provojeni TradingView, është më vërtet një platformë jashtëzakonisht e mirë, unë bëj çdo gjë këtu. Gjithashtu mund të bëni dhe tregtimi këtu duke lidhur brokerin tuaj me TradingView. Unë e lidh IBKR-n që e kam si broker kryesor për aksionet, Binance-ën dhe disa broker të tjerë që unë përdor. I lidh të gjitha këtu dhe mund të lëviz nga një broker te një broker tjetër mrena disa sekonda të marr dhe të hap tregtime, të marr vendime për dhe të hap tregtime, por dhe të mbyll tregtime. Kështu që ke shumë mundësi këtu për të treguar çdo gjë që ju bëni në tregtim. Dhe për të analizuar çdo gjë në mënyrë perfekte, si fundamentale, por dhe teknikale dhe financiare për bizneset, kryesisht për bizneset financiare.